Subvencionet e Ministrisë së Bujqësisë e udhëhequr nga Faton Peci kishin qenë të majme ndër vite, edhe për disa kultivues të kulturave të ndryshme bujqësore me mbiemrin Peci. Faton Peci në fushatën e fundit për zgjedhjet lokale kishte publikuar edhe një fotografi me krejt kushërinjet e tij me krenari për mbështetjen që po e merrte nga PEST. PEST, përveç mbështetjes për Faton Peci ndër vite, kanë marrë mbështetje edhe nga Ministria e Bujqësisë. Nacionale ka siguruar 3 dokumente të subvencionimit ndër vite për disa kultura bujqësore që kapin vlerën e mbi 150.000 euro. Në vitin 2024, Marigona Peci kishte fituar subvencion në vlerë prej 37.687 euro nga Ministria Faton Pecit me projektin që quhet Pemishte me kumbulla dhe mekanizëm bujqësor. Nacionale ka kontaktuar me zonjën Marigona Peci, e cila ka konfirmuar lidhjen familjare me ministrin Peci, por thot se kjo lidhje nuk është edhe aq e afërt. Kushëri po normal që kushëri, po nuk jam shumë e afërt me to. Ajo ka mohuar çdo ndikim të ministrit Pecit në marrjen e subvencionit. Zonja në fjalë, e cila kishte fituar subvencionet nga Ministria e Bujqësisë në dokumentet ku i është aprovuar subvencioni, figuron edhe emri i babait të saj, Gjylazim Peci. Nacionale ka kuptuar se në fakt ky i fundit ishte përfituesi i subvencionit, por që këtë e bëri në emër të vajzës së tij për shkak të kritereve të kuotës gjinore në përfitimin e subvencioneve të tilla. Ndërkohë, Ekrem Peci është një tjetër përfitues i subvencioneve në Ministrinë e Faton Pecit. Në vitin 2022, ai kishte siguruar subvencion prej 80.000 eurosh në projektin e investimit me mekanizëm bujqësor në një pemishte ekzistuese me kulturë të arës me sipërfaqe prej 4 hektaresh si dhe energjisë ripërtritshme. Ne kemi kontaktuar me zotin Ekrem Peci, por i njëjti nuk ka pranuar të përgjigjesh në asnjë prej pyetjeve tona, përveç se na kërkoi të mos e pengojmë. Alo. A mundem veç me ditë cila... A jeni kushëri i zotit Faton Peci, apo? Violeta Peci është një tjetër përfituese e subvencioneve nga Ministria e Bujqësisë në vitin 2022, në vlerë prej 29.973 euro me një projekt për prodhimin e veshmbathjeve. Ne kemi telefonuar zonën Violeta Peci, e cila ka mohuar lidhjet familjare me ministrin Peci. Kena asë lidhje parasisnore, veç në mbiemër që kena të njëjtë me Fatunën, sen tjetër. Ministria e Bujqësisë ka qenë për një kohë nën kritika për dhënien e subvencioneve për familjar të figurave të pushtetshme, përfshirë familjar të deputetëve të vetëvendosjes.